Arsyet janë të qarta dhe tashme të njohura për opinionin publik. Padrejtësia që po ushtrohet në gjykatën speciale kundër ish-krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Ne, bashkëqytetarët dhe përfaqësuesit e kategorive të dalura nga lufta, shprehemi njëje të përhershme për qeverinë e shtetit shqiptar për kujdesin dhe për krajen e vazhdueshme të kësaj çështje madhore kombëtare. Mesazhi ynë është i thjeshtë dhe i qartë. Drejtësi për qëllimtarët kundër padrejtësisë që po bëhet atyre. Prandaj sot, nga kjo tërheqës, ju drejtohemi të gjithë shqiptarëve, kudo që jetojnë, veprojnë, parti politike shqiptare, sidomos Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, bashkohuni me ne në këtë protestë paqësore në Tiranë. Kjo nuk është vetëm çështje e disa individëve, por është çështje e të gjithë neve, është çështje e dinjitetit, sakrificës dhe e vërtetës sonë historike. Një të ngrihemi të gjithë si një zë i vetëm për të kërkuar drejtësi për qëllimtarët tanë dhe për të kundërvijë padrejtësisë.